أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimit I takojnë vetëm Allahut. Atë e falenderojmë ndihmë dhe falje për Tij, kërkojmë dërgojmë salavat bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I nderuar dhe shumë I respektuar profesor universitar Dr. Besnik Sinani. Të nderuar të pranishëm, mysafir dhe xhamat të kësaj xhamie. Fillimisht dëshiroj që t'ua bëj për hajër këtë ditë të madhe e cila është dita e pavarësisë, 28 nëntori, gjë që I përkon me ditën e sotshme, edhe është një ditë e bekuar që njerëzit kanë derdhur gjak për me fitu këtë pavarësinë që e kemi ne që e gëzojmë. Andaj ne si xhami gjithmonë imi mundu që t'i përkujtojmë ditët e bekuara apo ditët e çmuara, ditët historike që kanë të bëjnë me kombin tonë. Siç është ajo e 20 nëntori dita e alfabetit, 20 nëntori dita e pavarësisë, gjithashtu 17 shkurti dita e pavarësisë I themi Kosovës e kështu me radhë. Andaj sot kemi një mysafir të nderuar dhe të çmuar, gjë që e ndjej veten të prestigjioz ose e ndjej veten shumë të admiruar që e kemi në mesën tonë. Faleminderit për kohën që keni darë, që keni ardhur me ne I nderuar profesor Dr. Besnik Sinani. Fillimisht, para se të fillojmë me temën që e kemi këtë projekti apo si të themi ajo lidhja shpirtërore e rilindasve, a ka përfunduar apo a është në përfundim e sipër apo siç është rendi. Por dëshiroj që të filloni nga ajo të themi nga pikat e juaja të jetës që kanë bërë ndryshim, pak disa pika nga studimet, edhe më pas të vazhdoni me temën. Si urdhoni, fjala është e juaj. Assalamu alaikum. Dëgjohet? Po. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala hatamil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Me emrin e Zotit, gjithëmëshirshmit, mëshirdhënësit, paqja dhe bekimi I Zotit qofshin mbi të dashurin ton, profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të drejtë, e mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre gjerë në ditën e fundit. I nderuar imam, I nderuar mik, I nderuar kryesi e kësaj xhamie, të nderuar vëllezër, I nderuar bashkësi e kësaj xhamie. Dua t'ju falenderoj përzemërsisht për këtë ftesë bujare, për ftesën, për mundësinë që të jem me ju sot dhe që të përkujtojmë së bashku këtë datë të shënuar të historisë tonë si popull. Imami më kërkoi që të them disa fjalë rreth vetes dhe është e natyrshme që kur njeriu vjen mysafir të prezantohet në një farë mënyre, ashtu siç imami tha, unë kam nderin dhe privilegjin që të jap teologjinë islame në Universitetin e Tübingenit. Jemi koqësi, si më thon, pak më në veri këtu në Gjermani, ku kam të paktën pak më shumë se 2 vjet ku jap mësim. Kam përpara se të vija në Tübingen, kam dhënë mësim në Universitetin e Berlinit. Dhe përpara se të vija në Berlin, kam dhënë mësim në Universitetin e Xhides, në Universitetin e Mbretit Abdulaziz në Arabinë Saudite. Duke qenë nga Shqipëria, gjithsesi atë qendrën e shtëpisë, si thush, e kemi në New York, atje kam prindrit, kështu që ndajmë me njëri tjetrin eksperiencën e të qenit Kurbetli. Atje kam prindrit, atje kam fëmijët, edhe një pjesë të madhe të kushurive, si thush, qendrën kemi në Amerikë. Dua të filloj fjalën e sotme dhe kur imami më kërkoi se për çfarë teme doja të flisja, unë doja ta ngreja temën më shumë se sa si referim, doja ta ngreja si pyetje. A është realizuar, a është përfunduar, a është plotësuar projekti rilindasve? Edhe do mundohem të shpjegoj me pak fjalë pse e ngreta këtë si pyetje. Dhe jo si thënie, jo si deklarim. Po përpara se ta bëj këtë gjë, dua të them se pse për mendimin tim është e rëndësishme që të jem sot në një xhami këtu në Zvicër bashkë me ju. Dua të përmend 3 arsye. Kur mendojmë për idenë për projektin e krijimit të një shteti shqiptar,
detyrimisht figura e parë të cilit i referohemi është pa dyshim Sami Frashëri. Sepse është i pari që prodhon një dokument i cili shpreh vizionin se çdo të thotë të kesh një shtet shqiptar. Në mendjen, në vizionin, në kuptimin e rilindasve tanë, çfarë kërkonin ata të realizonin duke krijuar një shtet shqiptar. Tani, ashtu si shumë prej nesh, Sami Frashëri nuk e shkrojti këtë libër duke qenë në Shqipëri, a duke qenë atë që është sot Kosova, po që në atë kohë ishte një nga vilajetet e Perandorisë Osmane. Ai ashtu siç jemi dhe ne sot, ai ishte jashtë vendit vet. Një funksionar shumë i nderuar, një nga intelektualet më të nderuar të asaj kohe të Perandorisë Osmane. Arsyeja e dytë që për mua është simbolike dhe rëndësishme që gjendemi këtu sot, teksa flasim për këtë pikë, është fakti sepse në mendjen, në vizionin, në përfytyrimin e shumicës së rilindasve, modeli që ata donin të krijonin për një shtet të arshëm shqiptar ishte pikërisht Zvicra. Ishte pikërisht Zvicra. Dhe ata përmendin disa arsye se pse në mendjen e tyre ishte Zvicra. Te këto, ato flasin edhe për disa shëmbëltyra në natyrë, por më e rëndësishmja është sepse në kuptimin e tyre Zvicra plotësonte dy kushte. Dhe imamu ma keni bërë me hilem, keni vënë tani të flasë ndërkohë që po shoh tullumat. E rëndësishme për ta pse Zvicra? Zvicra për ta ishte një vend që siguronte prosperitetin e popullit të vet, gjë që ata donin që shteti i arshëm shqiptar të realizonte, pra të jepte mundësinë e realizimit të aspiratave të popullit shqiptar dhe prosperitetit të popullit shqiptar, qoftë ekonomik, qoftë politik, qoftë kulturor, dhe e dyta dhe shumë e rëndësishme është që Zvicra njihej që në atë kohë si një vend neutral, që teksa ishte i fuqishëm, nuk ishte në luftë me vendet e tjera. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme në vizionin e rilindasve tanë si Sami Frashëri, sepse në fund të shekullit të 19, teksa ata po shihnin dobësimin e Perandorisë Osmane, ata ishin shumë të ndërgjegjshëm për rrezikun që u vinte shqiptarëve. Nga kjo pikë dua të them në një mënyrë provokative ja dy gjëra. Unë kam pak problem kur mblidhen shqiptarët, mundësisht marrin dhe në një çifteli dhe festojmë ditën e pavarësisë, edhe festimi i pavarësisë është një ditë në vit, edhe plotësohet dhe mbarohet detyra jonë kombëtare. Dhe arsyeja që unë ngrita që e ofrova titullin e bisedës së sotme si pyetje, është pikërisht që të provokoj këtë lloj dileme. A është plotësuar vizioni i rilindasve si Sami Frashëri? Dhe përgjigja është e qartë, jo. Duke filluar që nga fakti që në vizionin e tyre, shteti i arshëm shqiptar do përbëhej nga 4 vilajetet me popullsi shqiptare të asaj kohe, që ne e dim shumë mirë që kjo nuk u realizua. Sidomos ai që është vilajeti i Janinës, popullsia shqiptare pothuajse tërësisht u eliminua. Ose u vra gjatë pastrimit etnik të grekëve, ose u përzu në shtetin e arshëm të Turqisë, ose ata që ishin të besimit ortodoks u helenizuan tërësisht. Në shumë nga fshatrat që kanë qenë fshatra e shqiptarëve në veri të Greqisë sot, po të shkosh, të vetmet shenja që kanë mbetur se aty dikur ka pasur shqiptar, janë minaret e thyra të xhamive ku dikur faleshin shqiptarët. Të vetmet shenja. Historiani amerikan Justin McCarthy e bën shumë të qartë që shkatërimi dhe dobësimi i Perandorisë Osmane për popujt musliman të Ballkanit do të thoshte spastrim etnik i popujve të Ballkanit. Dhe kjo nuk ishte vetëm në shekullin 19, kur përshkruante Sami Frashëri, por siç e pam edhe në luftën e Kosovës dhe siç e pam edhe në luftën e Bosnjës përpara, ky projekt i spastrimit etnik të shqiptarëve nuk ka mbaruar ende. Kështu që nëse ne pyesim, a është realizuar projekti i rilindasve për të krijuar një shtet që siguron prosperitetin e popullit shqiptar, ndërkohë që është i mbrojtur
edhe në paqe me popujt e rajonit, sigurisht që përsëri ne duhet të themi që kjo nuk është realizuar. Dhe arsyeja që unë këtë ngreta si pyetje, dhe arsyeja që unë dua që të nxis në idenë se realizimi i projektit të qenit shqiptar, realizimi i projektit të krijimit të shtetit shqiptar nuk është i përfunduar, është sepse ne nuk mund të kemi naivitetin për ta parë patriotizmin, për ta parë dedikimin kombëtar si mbledhja një herë në vit, mundësishme në një çifteli, të vëmë disa flamur kombëtar dhe ta mbyllim aty. Ky projekt është i mundur të realizohet vetëm në qoftë se ne kuptojmë që çdo gjeneratë shqiptarëve ka sfidën, ka obligimin të përballet me detyrimin e vet për të realizuar pjesën e vet të këtij projekti. Ata që erdhën përpara nesh arritën ta çojnë gjëra aty ku e çuan. Pyetja për ne është ku do e çojmë ne. Edhe mbi këtë bazë, mbi popullin shqiptar vihet obligimi që të rilexoj dhe të shkruaj kapitullin tjetër të librit të Samir Frashit, Shqipëria çka qenë, ç'është e çdo të bëhet. Atëherë detyra jonë si shqiptar sot është që të vijemi të shkruajmë kapitullin tjetër. Për shumë nga shqiptarët, sidomos në atë që ka qenë ish Jugoslavia, në Kosovë dhe në Maqedoni, patriotizmi shpesh është përshkruar si një lloj traume. Ishte rezultat i eksperiencës së shtypjes, së racizmit, së keq trajtimit që vinte nga shteti Jugoslav, e më vonë me shkatrimin e Jugosllavisë nga Serbia. Për popullin shqiptar në Shqipëri ndodhi një proces tjetër, në një farë mënyre edhe më i hidhur, që sidomos shqiptarët që dolin nga komunizmi mbas viteve 90 e identifikuan vendin e tyre Shqipërinë me të njëjtën urrejtje, me të njëjtën zemrim që kishin patur për komunizmin, dhe e pan vendin e tyre si vendin që jo që të kishte realizuar prosperitetin e popullit të vet, por si një vend që kishte krijuar mundësitë e një shkatrimi moral, etik dhe ekonomik. Dhe ne kemi parë që sidomos në periudhën më njëherë mbas komunizmit, shumë nga shqiptarët e Shqipërisë krijuan dhe filluan të artikulojnë jo vetëm mosbesim, duke thënë që Shqipëria nuk bëhet, por edhe një lloj zemrimi ndaj vendit të tyre. Ne sot po shohim një moment rizgjimi të lidhjes së shqiptarëve me vendin e tyre. Dhe për këtë arsye ne duhet të kuptojmë që çdo moment në histori është një shkallë, është një proces, dhe duhet të fillojmë të planifikojmë se çfarë hapash do hedhim më tutje. Sot llogaritet që gati 1/4 e popullsisë së Kosovës është në Gjermani. Në qoftë se fusim dhe Zvicrën, 1/3 e popullsisë së Shqipërisë, që ne i themi Shqipëria londineze, aq Shqipëri sa në la konferenca e ambasadorëve në Londër, 1/3 jeton midis Italisë dhe Greqisë. Atëherë ne do duhet të pranojmë faktin që populli shqiptar do jetë një popull që do jetojë midis diasporës edhe vendeve tona në Ballkan. Ky është realiteti për ne sot. Ne jemi pjesë e diasporës. Dhe për këtë arsye ne do duhet të fillojmë të mendojmë se çdo të thotë se çfarë domethënie ka për ne si shqiptarët e diasporës që të jemi pjesë e këtij komuniteti. Çfarë roli do duam të luajmë ne si pjesë e diasporës shqiptare? Në qoftë se është e rëndësishme për ne realizimi i këtij projekti kombëtar. Në qoftë se shihen studimet ekonomike, politike, të formateve të ndryshme, se cilat janë kriteret e zhvillimit dhe përparimit të një vendi. Ka disa kritere ekonomike, ka disa kritere zhvillimore, ka disa kritere arsimore, ka disa kritere kulturore. Ka procese në të cilat ne mund të jemi pjesëtar, ka procese në të cilat ne ndoshta nuk do kemi mundësinë që të jemi pjesëtar në të. Vendet tona kanë qeverit përkatëse, disa nga ne kanë mundësinë për të votuar, disa nga ne nuk kanë mundësinë për të votuar.
Por ne kemi interesa të drejt për drejta me vendet tona. Ne kemi interesa të drejt për drejta me vendet tona dhe ne duhet t'i afirmojmë këto interesa. Ti kthehemi edhe për një moment dokumentit të rëndësishëm të Sami Frashërit. Ne na pëlqen të flasim kur flasim për pavarësinë, sikur pavarësia është kjo ëndra 500 vjeçare, sikur 500 vjeç shqiptarët po prisnin që shpallej pavarësia. Unë jam historian nga zanati. Vendet e Evropës për shumicën e mesjetës nuk jetonin në shtete kombëtare, jetonin në perandori. Ishte natyrshme që shqiptarët ishin pjesë e një perandorie. Çfarë njerëz si Sami Frashëri kuptuan, dhe siç e vënë duke historiane franceze Nathalie Cleyer, është që në çastin që ndodh pavarësia e Greqisë me shkëputjen e vazhdimësisë territoriale midis qendrës së perandorisë osmane edhe Rumelis apo aty ku ishin vilajetet shqiptare, atëherë perandoria nuk do kishte mundësi që të siguronte mbrojtje shqiptarëve. Pse e them këtë? Pse për mua kjo është e rëndësishme? Sepse vizioni politik për pavarësinë e Shqipërisë nuk ishte thjesht një vizion folklorik, romantik. Ishte pjesë e një analize tejet pragmatiste politike. Kush janë kushtet e sotme politike? Dhe çfarë na kërkohet ne si shqiptar? Përjedhoj, edhe ne sot duhet të kemi aftësinë për të kuptuar se kush janë kushtet, sfidat, po edhe mundësitë tona politike sot. Për ta bërë këtë gjë, ne na duhet që të kemi burimet njerëzore të gatshme për ta luajtur këtë rol. Sot Shqipëria dhe Kosova ka nga shkalla më të ulta të nivelit të arsimit në rajon, edhe më të ulta në nivel evropian. Në ditë festash, ne shpesh kemi kënaqësinë që t'i themi njëri tjetrit fjalë për gëzimi. Unë kam një tabiat të keq. Mu më pëlqen më tepër të flas për problemet. Unë mendoj që ne shqiptarët nuk kemi kohë të humbasim me forma formale të festimit. Në qoftë se ne e marrim seriozisht çështjen kombëtare dhe që duhet ta marrim seriozisht, atëherë duhet fillojmë të mendojmë se çfarë sfidash kemi. Ata që dhe shumë për jush duke që jeni në moshë që i mbani mend vitet 90, në vitet 90 në shqiptarëve na thuhej që kjo puna e çështjes kombëtare është muhabet kot. Pse është muhabet kot? Sepse të gjithë do futemi në Evropë, do jetë bashkimi evropian, shqiptarët, serbët e të gjithë, armiqësitë e vjetra do fshihen, do jemi të gjithë antarë të një bashkimi të vetëm. Historia na ka treguar që nuk ndodhi kështu. Nuk ka vend në botë që të heqi lek nga buxheti i mjekësisë, i arsimit, i zhvillimit, i ndërtimit të rrugëve, ti përdori për armatime, për të blerë armatime, përveç se në qoftë se ka ndërmend që ti përdori ato armatime. Dhe të gjithë treguesit na thonë që shteti i Serbisë ka shtuar buxhetin e armatimit. Pra ti kthehemi edhe një herë pyetjes, a është realizuar projekti kombëtar i sigurimit kombëtar? Ka një arsye pse çdo qeveritar shqiptar, edhe kur ka folur edhe kur është takuar me Vučićin e tjerë, ka ngulur këmbë që ne të jemi antar të NATO-s. Zhvillimet e kohëve të fundit na tregojnë që edhe ti je antar i NATO-s, vetë NATO-ja po ndryshon, nuk është garanci në vetvete. Ne shqiptarët nuk e kemi luksin të bijem në gjumë. Të festosh pavarësinë e Shqipërisë do të thotë të përgatitesh që kjo pavarësi të mbrohet dhe të plotësosh kushtet që kjo pavarësi të forcohet. Ka një shembull që unë e kam dhënë edhe herë tjetër kur jam ftuar në xhami si kjo për të folur për çështjen e pavarësisë. Kur Bill Clintoni po konsideronte nëse do bombardonte Jugosllavinë apo Serbinë apo jo, ai mori një libër në dorë sepse duhet të mësonte diçka për Ballkanin. Ne nuk mund të presim që Bill Clintoni dinte çdo gjë për Ballkanin. Edhe mori librin e dikujt që quhet Robert Kaplan,
që në fakt nuk është libër i mirë, por Robert Kaplan është i njohur si analist, edhe ai mori atë libër për ta lexuar. Shembulli i dytë që dua t'jap ka të bëjë me një historian të mirë njohur të Universitetit të Oxfordit që quhet Noel Malcolm. Mbas fillimit të bombardimeve, shumë intelektual serb, shumë historian serb, filluan duke shkruajtur në gazetat evropiane dhe kishte një refren që gjindej tek të gjitha këto gazeta, që thoshte: Kosova është Serbi, pyesni të gjithë historianët. Pra dhe një herë, Kosova është Serbi, pyesni të gjithë historianët. Dhe do ju them dhe diçka. Në departamentet universitare që merren me studimin e Ballkanit, ka më shumë studius që janë simpatizues të Serbisë se sa të shqiptarëve. Kjo është thjesht fakt. Kjo vjen nga arsyeja sepse edhe lidhjet personale midis studiuesve serb dhe atyre nga vende të ndryshme të Evropës, përfshi Gjermaninë, Austrinë e tjerë, janë më të vjetra, ndërkohë që shqiptarët kanë filluar shumë më vonë për t'i ngritur këto lidhje. Në atë moment, një nga historianët më të njohur të Anglisë, Noel Malcolm, profesor në Universitetin e Oxfordit, shkruan një artikull ku ai thotë: "Me që serbët po thonë pyesni çdo historian, unë jam historian i Ballkanit, t'ju jap unë përgjigjen time." Edhe ai shkruan një nga artikujt më të rëndësishëm në mbrojtje të pavarësisë së Kosovës. Ku e shkruajti ai këtë artikull? E shkruajti atë në një revistë që quhet Foreign Affairs. Pse? Sepse kjo është revista që lexohet nga njerëzit që kryen i japin formë politikës në Perëndim. Ku është qëllimi që e them këtë? Ndoshta një nga sfidat kryesore që ne kemi sot është nevoja, domosdoshmëria të krijojmë burimet njerëzore që të jenë pjesë e artikulimit të nevojave tona, të aspiratave tona, të vërtetave tona kombëtare, që të jenë pjesë e formimit të mendimit politik rreth Ballkanit dhe të jenë zërat të cilët do kundërshtojnë pretendimet antishqiptare. Dua të them vetëm diçka të fundit përpara se ta mbaroj. Shkoni në YouTube edhe shihni bisedën që presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pati në prezencën e presidentit Bill Clinton. Pati një respekt të menjëhershëm të audiencës për presidenten e një vendi aq të vogël, sa që shumica e njerëzve që ishin aty as nuk e dinin se ku ishte. Aftësia e saj artikuluese fitoi në mënyrë të menjëhershme respektin e njerëzve që ishin prezent. Ndoshta nga sfidat tona më të rëndësishme si bashkësi është që ne të bëhemi pjesë e ndërtimit të burimeve njerëzore, të cilët do avancojnë studimin e kulturës tonë kombëtare, të memorjes tonë kolektive, të njerëzve me aftësitë në dijen ekonomike, politike, të gjitha fushave që të artikulojnë dhe të ndërtojnë programin e interesave tona si popull, që të shkruhet kapitulli tjetër i librit që nisi Sami Frashi, Shqipëria çka qenë, ç'është çdo të bëhet. Për këtë arsye, unë doja që të ndaja me ju sot pikërisht idenë që projekti kombëtar nuk është asnjëherë i përfunduar. Dhe çdo gjenerat ka obligimin, ka detyrimin që të shkruaj kapitullin e vet. Pyetja është çfarë kapitulli do shkruajmë ne. Në interes që kjo të bëhet nga një referim, të bëhet në një bisedë, unë dua ta mbyll këtu me shpresë që të vazhdojmë me pyetjet. Zoti ju shpërbleft për vëmendjen. Selam aleikum. I nderuar profesor, faleminderit për shpjegimin që e dhatë, duke filluar nga Sami Frashëri, i cili është edhe një një lloj teologi i cili ka dhënë një kontribut të madh. Ta keni parasysh të pranishmi që Sami Frashëri ka shkruar një fjalor i quajtur Kamusul Alam, që është në gjuhën turke osmane, do thotë, dhe fjalori i parë osmanisht është. Domethënë një shqiptar ka mësuar gjuhën atyre thotë se kështu duhet me fol osmanisht. Kamusul Alam, që është një ndër fjalorët më të çmuar.
Unë kisha dëshirë të parashit disa pyetje mbas temës, duke ardhur në kornizat tona si pjesëtar të këtij komiteti që jemi në Zvicër, cilat janë disa nga sfidat kryesore kombëtare me të cilat përballen shqiptarët sot si bashkësi në trojet tona dhe në Mërgat, duke lënë banë pjesën politike, por si çfarë mund të përmirësojmë ne? Shumë faleminderit për pyetjen imam. Duhet të kujtojmë këtu që Rahmetlia Sami Frashëri është edhe autori një libri tjetër mbi heronjtë të përhapjes së Islamit. Kjo është e rëndësishme të kujtojmë sot, kur ka një përpjekje për ta paraqitur patriotizmin shqiptar si antifetar. Pra edhe një herë, ideatori kryesor i idesë së shtetit shqiptar ishte njëkohësisht edhe autori i librit mbi heronjtë të përhapjes së Islamit. Në përgjigje të pyetjes tuaj imam, është që unë dua të ngul këmbë që nuk mund të ketë një vetëdije kombëtare pa ngritjen e një kulture kombëtare. Kulturës kombëtare, ja? Tani, popujt e vegjël, dhe ne jemi popull i vogël, kanë disa avantazhe në këtë periudhë globalizmi. Gjuhët e popujve të vegjël janë më të rrezikuara. Kulturat janë më të rrezikuara. Përjedhoj ajo që unë shoh si mungesë, por edhe shoh dhe si mundësi, për shqiptarët në përgjithësi, por edhe për ne si pjesë e diasporës shqiptare, është ngritja e institucioneve të kulturës. Do t'ju jap një shembull. Në Universitetin DePaul në Chicago, të Shtetet Bashkuara, është hapur një deg për studimet shqiptare. Është një nga të paktat. Steven Nash, që vjen nga familje korçare, mos gaboj, ka lënë një fond mbrapa për çdo studiues që do të kalojë një vit duke u marrë me studime të çfarëdo lloj aspekti të kulturës shqiptare dhe ka lënë këtë fond si bursë tek Universiteti i Londrës. Në Myni ne kemi një nga të paktat qendra të studimit të albanologjisë. Ajo që ne si shqiptar mund të bëjmë, që as nuk kërkon ndonjë investim madhor, është që të ndihmojmë të ngrejmë format e qendrave studimore për studime shqiptare. Mund të jetë pra universitetesh, mund të jenë pra institucionesh, mund të jenë në vendet tona, mund të jenë në Evropë dhe nganjëherë ndoshta është më e rëndësishme që të jenë në Evropë. Mund të jetë krijimi i bursave, që të kemi specialistët tanë. Do ju jap një shembull. Isha me një imam nga Maqedonia para pak kohësh. Edhe më tregon për faktin që diku ishin zbuluar disa varre, të cilat mendohet që vinë nga periudhë e hershme e shqiptarëve dhe mbi shkrimet në varre, po diku nga Shkupi ishin, po. Diku nga Shkupi, dhe mbi shkrimet në varre janë tregues të rëndësishëm për shqiptarët në këto debatet që ndodhin shpesh, kush ka qenë më përpara në Ballkan, a ne, a slavët e tjerë. Dhe pastaj këto varret u lanë në harres. Dhe kur u pyetën se pse çfarë ndodhi, u pa që në fakt nuk e kishim një arkeolog për t'i studiuar ato. Ne na pëlqen që të flasim për gjuhën. Hajde t'i hapim të dhënat se sa shqiptar në mënyrë reale po specializohen në studimin e gjuhës shqipe sot. Më falni tani unë do jem pak i drejt për drejt. Pash diku në rrjetet sociale që ishte ftuar dikush këtu në Zvicër diku, ai ka shkruajtja 10 libra që pretendon se gjuha shqipe më e vjetra e botës ajo është. Ne kemi një huq në shqiptar që na i pëlqejnë pak si shumë këto muhabetet. Ne më të vjetrit, ne më të mirët, ne nuk jemi as më të vjetrit as më të mirët. Ne jemi popull si gjithë popujt e tjerë dhe pikërisht nga që jemi si gjithë popujt e tjerë, meritojmë që të respektojmë si gjithë popujt e tjerë, por nuk jemi më të lashtët dhe as më të mirët.
Atëherë, nuk po ndihmojmë kulturën tonë kombëtare, në qoftë se i japim zë dhe platformë i njeriu që nuk ka mbaruar asnjë universitet në studimin e gjuhës. Studimi i mirëfillt bëhet në katedra, bëhet në universitete, bëhet në bashkëpunime me qendra akademike në Amerikë, në Angli, në vendet e Evropës. Kjo kështu bëhet. Dhe nuk është e vështirë që ne të mbështesim në krijimin e studimeve të tilla. Unë e mendoj ndoshta nga që duke qenë se është zanati që jap mësime dhe ndoshta e shoh të punën e arsimit me shumë rëndësi, amerikanët kanë një shprehje që thonë në qoftë se je çekiç, gjithë problemet duken si gozhd. E ndoshta edhe mua prandaj po më duken gjithë problemet i çoj tek arsimi, tek nevoja e arsimit, por unë mendoj që është esenciale. Mund ndaj mendimin këtu, profesor i nderuar, ne nëse mund të hapim ndonjë institucion si kënd kulturor, qoftë në kuadër të xhamisë, qoftë jashtë asaj, kështu me radhë, gjë që mundohemi të mbrojmë vlerat kombëtare, fetare në gjithçysh, me fjalë që të paktën që mund të bëjmë të përkrahim studentë, qoftë prej këtu që studiojnë vendlindje, qoftë këtu që studiojnë, apo spaku në vendlindje kanë lindë dhe jetojnë atje, që përmes ndihmesave tonë në kuadër fetar, siç janë zeqatë, fita e kështu me radhë, të ngritin direkt ai studenti që të paktën atë mund ta bëjmë e cila është si hap i cili mund të bëhet aty për aty, gjë që kemi në dorë atë. Profesor, vazhdojmë me pyetjen tjetër, cilat janë disa strategji konkrete përmes të cilave diaspora shqiptare ne këtu ku jemi ne mund të angazhohet në adresimin e këtyre sfidave kombëtare. Pra, çfarë strategjish jashtë këtyre çështjeve institucioneve, çfarë strategji mund të përdorim ne këtu? Unë do e lidhja përgjigjen me fjalën që the pak më përpara. Që ne duhet fillojmë të mendojmë që sadaka dhe zeqati të shkojnë drejt arsimit dhe krijimit të burimeve njerëzore. Po. Ne na duhen njerëz të aftë, ne na duhen njerëz me aftësi dhe ne duhet të fillojmë të nxisim edhe këtu në diasporë rinin ton që të anoj më shumë drejt shkollimit. Në Gjermani ka një lloj problemi. Ka më shumë lek në biznes se sa në shkollim. Kjo është fakt. Por problemi është që ne na duhen dhe njerëz të shkolluar. Atëherë, kjo mënyrë balancohet duke krijuar institucionet në të cilat këta njerëz do shohin punën e tyre të realizuar. Unë fola para pak për mungesën e një arkeologu në rastin e varreve në Shkup. Në qoftë se dikush studion edhe bëhet arkeolog, por nuk ka asnjë institucion që ta punsoj, atëherë ku pa studimi i tij, vite të tëra të harxuara. Prandaj këtu pjesë e strategjive është krijohet komision, këto gjëra nuk bëhen me individ, këto gjëra bëhen duke u lidhur burimet, dijet, aftësitë, idetë e grupi njerëzish, jo vetëm në një xhami, por në disa xhami, në disa institucione, dhe mendohet se çfarë lloj strukturash mund të ngrihen mbasi kemi identifikuar disa prioritete. Kjo është diçka që ne nuk kemi nevojë ta shpikim rrotën nga e para. Popujt të tjerë janë ku e ku më përpara duke bërë këtë punë. Këto modele për cilat po flas unë nuk janë se jam unë shumë i mençur edhe erdha me këto ide. Thjesht kam parë modele që janë duke kryer popujt e tjerë. Ne thjesht jemi shumë më mbrapa se sa popujt e tjerë. Dhe sidomos popujt e vegjël kanë më shumë interes për ta kryer këtë. Nuk ke shumë nevojë për të pasur njerëz që studiojnë Amerikën, sepse njerëzit e studiojnë Amerikën vetë. Por kur je popull i vogël, atëherë ne kemi nevojë që të krijojmë nxitje. Kështu kjo do ishte një nga strategjitë që do propozoja. Ja. Ju them kam pyetjen e të rrethë dhe disa pyetje tjera anësore. Si mund të kontribuojnë ta bashkësitë fetare shqiptare, siç jemi ne këtu, në forcimin e solidaritetit, unitetit dhe bashkëpunimit ndër shqiptarët? Si mund të kontribuojmë ne këtu? Çfarë mendoni mëse? Para disa kohësh pati një sulm mediatik ndaj një prej xhamive tona në diasporë. Edhe unë e kam shkruar atëherë dhe do e përsëris edhe një herë.
Edhe ju drejtohesha njerëzve të cilët mund mos jenë fetar. Njerëz që mund mos jenë fetar. Dhe thosha, edhe në qoftë se ju nuk jeni njerëz fetar, por keni interesin kombëtar në zemër, atëherë çdo shqiptar, pra edhe një herë, çdo shqiptar, edhe nëse nuk është fetar, duhet të jetë i interesuar për forcimin dhe mbarvajtjen e xhamive si kjo, dhe xhamive të tjera shqiptare. Pse? Nuk ka asnjë institucion të diasporës që të ketë jetë gjatësi, konsolidim, strukturë më të fortë se sa xhamit. Sa organizata të tjera shqiptare ka që nuk janë fetare? Sidomos po të jetë kohë lufte, ca prej tyre forcohen sepse kemi atë hallin të drejtojmë, të adresojmë sfidën e momenti. Ja. Është shumë vështirë për institucionet kënë jetë gjatësi. Unë po i thosha imamit që parë që kur unë kam qenë antari një bordi xhamie shqiptare në Amerikë, ajo xhami është ndërtuar në vitin 1972 në Brooklyn, në New York. Në vende të tjera, në Detroit, është xhamia edhe më e vjetër. Në shtetin e Connecticutit është xhamia e parë e hapur, nga të gjitha kombet është xhamia e shqiptarëve. Kemi të dhëna që kemi xhami shqiptare që në vitin 1905, pra edhe përpara pavarësisë. 1905 xhami mund ka të dhëna që ka në Amerikë. 1905. Pra dua të them, këto institucione janë institucione bazike, themeltare, në qoftë se ne duam të investohet tek identiteti shqiptar i bashkësisë në diasporë. Nuk ka, në qoftë se i heqim xhamit për një moment, i imagjinojmë diasporën pa xhami, nuk ka institucione të tjera që të kenë të njëjtin rol, të njëjtin funksion, të njëjtin strukturë, të njëjtin fuqi që do mund t'i zëvendësonin xhamit. Kështu që shqiptarët adetar, shqiptarët patriot, edhe nëse nuk janë fetar, por janë të interesuar për vazhdimsinë e ruajtjes së identitetit të shqiptarëve në diasporë, atëherë do duhet të jenë të interesuar për mbarvajtjen dhe forcimin e xhamive. Dhe kjo është e rëndësishme dhe për një arsye tjetër. Sot ne kemi tendenca dhe përpjekje për të artikuluar, për të artikuluar një lloj patriotizmi antimusliman. Një patriotizëm antimusliman nuk është patriotizëm. Një kombë shqiptar pa muslimanët është i pamundur. Ne, duke u kthyer edhe një herë Sami Frashit, në dallim nga popujt e tjerë të Ballkanit, të cilët e lidhën identitetin kombëtar fuqimisht me kishën, siç ishte Greqia, Serbia, Bullgaria e tjerë, populli shqiptar e artikuloi identitetin e vet kombëtar në mënyrë multifetare. Por ky identitet kombëtar është i pamundur pa prezencën e shumicës. Për këtë arsye, edhe një herë, roli i xhamive, institucioneve si kjo xhami, është esencial në qoftë se ne duam të mendojmë për të ardhmen dhe ruajtjen e identitetit të shqiptarëve në diasporë. Faleminderit ndërsa profesor, xhamit këtu në diasporë, duke nisë nga xhamia jonë e cila daton nga vitet pas 1934, dhe sidomos pas viteve 90, ka pas vrulla të ndryshme që ka qenë boshti kryesor apo elementi kryesor i ruajtjes i identitetit kombëtar. Atë fetar nuk diskutohet se është xhami. Prandaj siç the, ky vend i jon ka pa lloj-lloj shoqatash, lloj-lloj gjërash, të cilët merret plot respektin dhe i çmojmë ato, mundohem që të ndjekim të gjitha aktivitetet e këtyre shoqatave, klubeve kështu me radhë, por boshti kryesor na të bën gjithëve fuqia dhe thirrja e Zotit. Dëshiroj që të lidh pak një temë pak më aktuale, një pyetje që kam atë dertin tim, më pas do të mundohem me kornizat fetare. Përse sot, i nderuar profesor, është ky fenomen i cili një shqiptar i mirë është thojza ai i cili është larg fesë islame? Përse artikulohet në këtë formë?
ose a mund të jetë një shqiptar i mirë edhe një musliman i mirë, ose përse të ketë një ngjyrë me plot respektin ndaj të gjithë feve, duke nisë nga krishterizmi e kështu me radhë. Do të thotë një shqiptar i cili me plot kuptimin e fjalës ja ka dhënë jetën, familjen, pasurinë gjithë kombit, vetëm se është musliman, ai nuk është i mirë. Nga ka ardhur ky mentalitet e kështu me radhë? Është e rëndësishme që kjo pyetje ta bëjmë dhe të mundohemi të japim përgjigje pikërisht në një vend si këtu ku jemi, këtu në Zvicër. Pretendimi kryesor i këtij konflikti supozuar midis identitetit shqiptar dhe fesë tonë është tek pretendimi se populli shqiptar nuk do i njihen të drejtat, nuk do të pranohet, nuk do të mbështetet nga fuqitë evropiane të cilat kanë në dorë fatet e shqiptarëve. Nëse identifikohemi si musliman. Në qoftë se identifikohemi si musliman. Ky pretendim nuk është pa bazë historike. Ky pretendim nuk është pa bazë historike. Fuqitë evropiane e toleruan dhe mbështetën spastrimin etnik të shqiptarëve. Këtë nuk keni nevojë ta dëgjoni nga një musliman si unë. Këtë e thot Patër Gjergj Fishta. Ai medi unë s'po e recitoj vargjet, sepse ai përdor pak fjalë që ne nuk e përdorim në xhami kur ai i drejtohet Evropës. Por mendësia e shekullit të 19, kur kjo mendësi është krijuar, kur kjo frikë është krijuar në marrëdhënien e shqiptarëve me Evropën, është tejkaluar për mendimin tim. Dhe prova më e qartë e tejkalimit është ky komunitet pikërisht këtu. Në qoftë se frika e disa prej elitave intelektuale është se ne nuk do mund të shkojmë në Evropë si musliman, ju ndërkaq jeni në Evropë. Prova që mentaliteti dhe gjykimi dhe analiza e tyre është e dalë kohe, është pikërisht prezenca jon këtu. Është prezenca jon këtu, është prezenca jon në Gjermani, është prezenca jon në Itali, në Austri, në Norvegji, në Danimark, në të gjithë Evropën. Ne muslimanët shqiptar nuk kemi nevojë të shkojmë në Evropë, siç thoshte para ca kohësh para se të vdiste Ismail Kadareja, ne jemi në Evropë. Ne jemi pjesë esenciale e Evropës. Dhe prandaj kjo ngulmim i kryesisë së muslimanëve shqiptar këtu në Zvicër, Imam Mehasit, imamit tuaj këtu dhe imamëve të tjerë, për rëndësinë e integrimit të shqiptarëve dhe të muslimanëve shqiptarë në shoqërinë zviceriane, në Gjermani, është pikërisht sepse ne jemi prova që kjo mendësi është e vjetruar. Ne jemi ndërkaq edhe evropian, edhe musliman. Në fakt, dhe imam Recep Sulejmani, që është imami i komunitetit shqiptar në Stuttgart, para pak ditësh dha një intervistë kur ishte në Tiranë, edhe tha për mendimin tim një të vërtet të madhe që komuniteti shqiptar, ai po fliste për Gjermaninë, po do thosha është e njëjta gjë, është e vërtetë edhe për në Zvicër, është ndoshta nga komunitetet muslimane në gjithë Gjermaninë, nuk është më i madhi, sigurisht në Gjermani komuniteti turk është më i madhi, por është ndoshta komuniteti me marrëdhënien më të mira dhe me përshtypjet më të mira në institucionet shtetërore ndaj komunitetit tonë. Kjo na sjell vëmendjen tek roli pikërisht që mund të luajnë muslimanët shqiptar, sidomos këtu në Zvicër, ku është komuniteti më i madh. Unë ngrita edhe këtë problem kur ishim para pak ditësh tek simpoziumi i organizuar nga Komiteti Musliman i Shqiptarëve në Zvicër. Sepse duke qenë që ne jemi komuniteti më i madh, mbulimi më i madh mediatik, sidomos me problematik ose negativ i medjave në Zvicër, është ndaj muslimanëve me origjinë nga vendet arabe apo nga veriu i Afrikës. Duke qenë si komuniteti më i madh musliman në këtë vend, ne duhet të mendojmë seriozisht se si të prezantojmë veten në këtë rol që kemi. Jo për të mohuar vendin, zërin e komuniteteve të tjera, po duke pretenduar me të drejtë peshën që na takon ne.
atëherë ne mund të mendojmë që pikërisht xhamit tona kanë një rol jashtëzakonisht shumë të madh për të luajtur. Por kjo përsëri do na detyrojë që të fillojmë të mendojmë në mënyrë strategjike, ku nuk i shohim xhamit si vendi që mbas një dite të lodhshme pune vim, falim namazin, që sigurisht që është e rëndësishme dhe duhet bërë, por edhe të mendojmë nëse këto xhami mund të marrin së bashku një rol më të rëndësishëm ngritjeje institucionale. Komuniteti musliman, dhe nuk e them këtë sepse jam mysafir i imamit, këtë e kam thënë dhe në biseda personale. Komuniteti musliman i shqiptarëve të Zvicrës ka mundësinë dhe lidhjen për të luajtur një rol dhe për të ngritur një model që mund të ndiqet dhe nga të tjerët. Por kërkohet që realisht të ngrihet në nivel institucional, në nivel përfaqësimi, në nivel mediatik, në nivel studimor. Ne mund të flasim gjatë që më mirë, po e ndaj fjalën aty. Dhe si pyetje të fundit, diskutim të fundit, dëshiroj ne këtu e kremtojmë, e potencojmë, e përmendim, e çmojmë, pra i çmojmë shumës janë vlerat kombëtare që janë, nuk i vlerësojmë ose i kremtojmë, përmendë një fjalë, nga ajo friga e do lëvizjeve të cilët janë antifetare, gjë që të tregohemi se ne ja jemi kombëtarë, jo në këtë dimenzion. Por në dimenzionin fetar, duke nisë nga ajeti kuranor, shobe që thëtë Allahu xhalla shumë kam kriju në edhe drejtohet me kontekstin o ju njerëz, jo besimtar, nga dashuria e pejgamberit sa për Mekken edhe shumë gjëra tjera, gjë që e lejonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam këngët i dëgjonte edhe ai këngët që u potencoheshin rreth fiseve Eus dhe Hazreç e kështu me radhë. Çfarë mendoni profesor, më thon rreth kësaj konteksti i vlerave kombëtare në prizmin e fesë, çfarë mund të na ndani me ne? Pyetja e vërtet që unë dua të bëj është pse jemi duke i bërë këto biseda? Po. Pse, me që kemi përmend Sami Frashërin sot, Sami Frashi ishte intelektuali një perandorie të madhe, ishte nga figurat më të rëndësishme të një perandorie të madhe, dhe nuk pa ndonjëherë në një lloj kontradikte midis qenit osmanli, midis qenit musliman dhe qenit shqiptar. Ja, treshi jo. Në shkencat sociale, studentët universitar, që në vitin e parë mësojnë që identitetet janë të shtresëzuara. Identitetet nuk janë kundërshtuese, janë të shtresëzuara. Ti mund t'jesh nga Tetova, dhe fakti që je nga Tetova të jep një lloj karakteristike kulturore që nuk e ka dikush që është nga Vlora. Kjo nuk është në kundërshtim me qenit shqiptar. Ti mund t'jesh tifoz i një klubi të caktuar futbolli. Dhe kjo është pjesë e identitetit tënd. Për ju që keni ardhur dhe keni jetuar kaq vite në Zvicër, ju jeni edhe antar të kësaj shoqërie. Dhe nuk ka asnjë lloj kundërshtimi të qenit nga Tetova me të qenit edhe vendali këtu. Të qenit musliman nuk ka pse të jetë kundërshtuese në asnjë lloj dimensioni me përkatësinë tënde kulturore, etnike, me gjuhën që flet, sepse ne pikërisht në Kur'an lexojmë që diversiteti i gjuhëve, diversiteti i etnive, diversiteti i grupeve racore është pikërisht prej mirësive në krijim të Zotit. Është urtësia e Zotit që nuk e krijoi njerëzit të duken të gjithë një lloj, një lloj uniformiteti banal edhe monoton, por na krijoi me dallimet tona. Ne edhe pjesë të qenit në një familje, unë kam 2 djem, natyrat të dy janë rritur, janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, natyrat krejt të ndryshme me njëri tjetrin. Krejt ndryshme me njëri tjetrin. Me njërin, po ta shashet, zihesh, ai nuk nxefet, ai nuk mërzitet, e është i durueshëm. Me tjetrin duhet kujdes kur i thuhet dhe kur i thush net edhe kur i jep omëlsinë. Të dy vëllezër, natyrat janë të ndryshme. Zoti na ka kriju të ndryshëm. Që ne të mohojmë këtë lloj diversiteti është mohojmë urtësinë e Zotit sepse na ka bërë të ndryshëm.
Është urtësia e Zotit që unë jam shqiptar. Është caktimi i Zotit që unë jam shqiptar. Është caktimi i Zotit që unë jam sot këtu. Është caktimi i Zotit sepse unë mund të falem në çfarë do lloj xhamie në rruzën toksor, po kam një lloj afrimiteti të veçantë kur falem me njerëzit e mi. Njerëzit që më njohin, njerëzit që kam miq, din për shembull që unë kam pasur fat sot po flisa me imamin që kam pasur fatin që të lëviz në shumë vende të botës. Tani po e them, unë kam një lloj ndjesie shumë veçantë kur falem në xhaminë e Gjakovës. Që nuk ma jep asnjë xhami tjetër. Ka një lloj ndjesie të veçantë kur unë vizitoj Shkupin, që nuk e kam as kur vizitoj Tiranën. Këto janë caktimet e Zotit. Ne nuk kemi pse përveç se të themi elhamdulillah për diversitetin në cilin Zoti ka kriju njerëzimin. Bukur. Interesant, profesor, faleminderit, po sa i jep një rëndësi apo përkrahje këtij një fjali që e tha një profesor në Turqi, gjë që kombet, popujt janë të krijuar nga Zoti dhe nuk na ka pyet Zoti neve se çfarë kombësie do t'jesh, ai e përcakton. Dhe kjo është një dhunti nga Zoti, ndërsa çështjen e fesë, gjë që do na marrë përgjegjësi për atë, edhe na ka lënë të lirë. Është interesant, ja që kombi është një lloj dhuntie nga Zoti, që ai e ka përcaktuar. Si mendoni edhe kësaj, do thonë, çfarë mund të ndajmë me ju për këtë? Ajo që është e rëndësishme është ajo që t'i kthemi edhe një herë fjalës së Sami Frashërit se pse rilindasit pikërisht kërkonin që të evokonin shembullin e Zvicrës. Ajo që është e ligë është forma e kombëtarizmit i cili bëhet agresiv ndaj popujve të tjerë. Është forma e kombëtarizmit i cili kërkon të të legjitimoj ty krimin dhe dhunën dhe derdhin e gjakut të tjerëve. Ajo nuk është prej urtësisë së Zotit. Ajo është prej asaj gjeneze të shejtanit, kur shejtani tha, unë jam më i mirë se sa njeriu. Siç na tregohet në Suratul Bekare. Dhe ne e njohim shumë mirë si shqiptar veprimin e këtij lloji nacionalizmi mbi ne. Përpjekjen për t'i dehumanizuar shqiptarët. Sepse kur e dehumanizon një popull, atëherë ke kollaj për të përligjur edhe zhdukjen e tij. Ka literaturë që edhe studiues italian kanë pas shkruar që shqiptarët janë njerëz me bisht, që do të thotë që nuk janë tamam njerëz, janë gjysmë kafsh. Kjo literaturë përdori që të legjitimohej, sepse ashtu siç njeriu i gjuan edhe me gur një qeni, atëre edhe këto nuk janë tamam njerëz. Ky lloj patriotizmi, ky lloj nacionalizmi, ky nuk është prej urtësisë së Zotit. Ky është lloji nacionalizmit të cilit me të drejtë popujt e civilizuar sot janë të detyruar që ta kundërshtojnë. Dhe kjo dallon tërësisht nga ajo formë e patriotizmit që kërkon të festoj, të vërë në dukje diversitetin kulturor. Djali i tezes, a i thoni teze? Djali i tezes tim është ndërthemeluesit e një klubi shqiptar, organizatë shqiptare në Filadelfia. Dhe me datë 25 ato patën takimin me bashkinë e Filadelfias dhe dita 25 nëntor, me që janë festa e nëntorit, u shpall dita e Shqipërisë që festohet në mënyrë zyrtare edhe në shtetin e Filadelfias. Sa bukur. Nuk ka asgjë që edhe populli i Filadelfias të shohi si një lloj agresiviteti apo një lloj armiqësire se një ditë festohet dita e italianëve, se një ditë festohet dita e shqiptarëve apo dhe popujve të tjerë. Pra ka një dallim esencial midis celebrimit, mbrojtjes, krenarisë me një identitet kulturor që na jep ne kuptim mbi atë se çfarë jemi dhe një identiteti
nacionalist i cili kthehet në agresion ndaj të tjerëve. Ky është dallimi. Valla, faleminderit. Këta më të ndalesh këtë. Po. Dhe tash të marrim pyetje nga publiku ose nga xhamati nëse ka. Po, që të jetë më në mes nesh, po. A të kërkoj veç diçka unë? Po. Si mysafir? Por na. Unë nga që punoj edhe me student, edhe unë bërtas fort. A ka problem ta heq të mikrofonin se unë